Dhe unë ju uroj nga zemra. Gjithë juve. Sukses në punë. Të jeni të lumtur, të jeni të gëzuar. I dini Zot atë dhemës. Një video arkivore e ish-drejtuesit komunist Enver Hoxha është bërë virale në rrjetet sociale, duke rikthyer debatet mbi figurën e tij dhe periudhën komuniste në Shqipëri. Pamjet po shpërndahen në platforma të ndryshme, me titullin Amaneti i fundit i Enver Hoxhës, duke tërhequr vëmendjen e mira përdëruesve dhe duke nxitur reagime të shumta. Në video, Hoxha shfaqet në një intervistë televizive të realizuar në vitet e fundit të jetës së tij. Në rrjet kanë qarkulluar interpretime të ndryshme mbi mesazhin që ai përcjell për të ardhmen e vendit. Disa qytetarë e konsiderojnë materialin si një pjesë të rëndësishme të historisë që duhet njohur nga brezat e rinj, ndërsa të tjerë e shohin si kujtesë të një periudhe të vështirë, të karakterizuar nga izolimi dhe mungesa e lirive. Edhe komentet online janë të ndara. Një pjesë kujton rendin dhe sigurinë e asaj kohe, ndërsa të tjerë theksojnë persekutimet politike dhe kontrollin e rrept të regjimit komunist. Sipas historianëve, figura e Enver Hoxhës mbetet ende një nga temat më të debatueshme në shoqërinë shqiptare.